Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se takohemi së bashku në rubrikën intervistë. Me rastin e fillimit të muajit të shenjtë të Ramazanit, kemi kënaqësinë të zhvillojmë një bisedë me imamin Gjevahir Arifaj për të folur mbi rëndësinë shpirtërore dhe mesazhet që ky muaj përcjell për besimtarët musliman dhe për shoqërinë në tërësi. Ramazani nuk është vetëm një periudhë agjerimi, por edhe një kohë reflektimi, afrimi me Zotin, solidariteti dhe përforcimi i vlerave njerëzore. Për të kuptuar më mirë kuptimin dhe traditat që shoqërojnë këtë muaj, sot do të ndalemi tek një bisedë e hapur dhe informuese me imamin. Imam, faleminderit shumë që edhe kësaj here pranuat ftesën e televizionit Bojën. Përshëndetje. Përshëndetje, kënaqësi, falënderit edhe juve për interesimin. Për fillim, Bismillahirrahmanirrahim. Pasa mëshirë dhe begatit e Zotit qofshin mbi të gjithë teleshikuesit. Vetëm Zotin adhurojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë kërkojmë. Pasa qoftë mbi të dërguarin Muhammed, familjen e tij, shokët e tij, gjithë ata që pasojnë rrugën e tij dhe gjithë të dërguarit e Zotit që ishin prej njeriu të parë e deri te profeti i fundit. Si fillim, çfarë përfaqëson muaji i Ramazanit për besimtarët musliman? Muaji i bekuar i Ramazanit është një adhurim i veçantë për besimtarët dhe i veçantë edhe në raport me Zotin, me Krijuesin. Muaji i Ramazanit është muaj i cili është obligim për çdo besimtar dhe besimtare, moshërritur, të shëndetshëm, me shëndet dhe prezent jo në udhtim. Sa i përket agjërimit të muajit të bekuar të Ramazanit, është agjërim që ka kuptim të ndahemi për një periudhë kohore që zgjat prej fillimit të pamjes së hënës së re deri në fillim të pamjes së hënës së re në muajin e ardhshëm. Se do të thotë, muaji i Ramazanit pikërisht ka ose 30 ditë të plota, ose 29 ditë të plota, varësisht prej dukjes së hënës. Dhe në këtë periudhë, besimtarët brenda ditët përmbahen prej ushqimeve, pijeve, kontaktit bashkëshortor, por pikërisht mundohen se të përmbahen edhe prej gjërave të cilat ato mund të humbin vlerën e agjërimit ose vlerën e adhurimit, pikërisht se për Zotin nuk është e nevojshme se një njeri, një rob i Zotit ose një besimtar të rrinë und edhe esht pa pas ndonjë vlerë për atë adhurim që e bën për hir të Zotit. Dhe me tjera fjalë mund të themi se agjërim kuptohet përveç se është përmbajtje prej ushqimeve, pijeve dhe kontakti bashkëshortor, për të përmbahemi edhe në shikimet të cilat nuk janë të rregullta, në ndëgjimet të cilat nuk janë të rregullta dhe në fjalorët të cilat nuk janë të rregullta ose nuk i përkasin një besimtari të devotshëm edhe të sinqert. Me një fjalë plotësuese ose përmbledhëse, agjërim do të thotë se të përmbahemi prej të gjitha ndalesave të cilat janë në dëm të njeriut dhe nuk i japin pozitivitet ose përkrahje për shpërblim nga i Madhi Zot. Se do thotë besimtari për të pranuar ky adhurim të Zoti duhet të kenë kujdes se t'i plotësojnë të gjitha ato që kërkon Zoti prej neve dhe se ishte praksa e profetit Muhammed a.s. pikërisht për hir të këtij muaji të bekuar. Kështu që ky do ishte edhe kuptimi shpirtëror i agjërimit apo jo? Sigurisht, pra njeriu nuk do të thotë që të agjërojmë vetëm me fizikun, por edhe me atë shpirtërorën, se shpirtërorja aty është qëllimi. Brenda saj rrin qëllimi. Nëse qëllimi është për hir të Zotit ta kryesh këtë obligim, sigurisht se shpërblimi do të jetë prej të Madhit Zot. Nëse ti ke qëllim tjetër, jo ta kryesh për hir të Zotit, por ndoshta të bash ndonjë shoqërim dikujt,
se e preferon ose e don, e ai e kryen këtë obligim ti bashkangzitesh, por e bën për hir tina, jo për hir të Zotit, atëherë ti mundesh me ndajt, azhrueshim duke u larguar prej pijeve, ushqimeve, por shpërblimin prej Zotit nuk do ta kesh se nuk e ke bërë me qëllim për hir të Zotit. Çdo sens që bën për hir të Zotit, pritesh shpërblimin prej Zotit ose në këtë botë ose në botën tjetër. E atë që e bën për ndonjë qëllim tjetër, atë prej Zotit nuk ka shpërblim, sepse ti nuk e ke pas qëllimin të bëhen këto obligime ose këto adhurime për hir të Zotit. Kur fillon zyrtarisht Ramazani këtë vit? Këtë vit, zyrtarisht, nata e Ramazanit është me 18 shkurt, kurse dita e azhrimit, dita e para e azhrimit, është me 19 gusht këtë vit. Dhe zgjan deri me festën e Bajramit? Deri me festën e Fitër Bajramit. Festa e Fitër Bajramit është me 20 mars. Kush është i detyruar të agjërojë dhe kush përjashtohet? Sa i përket azhrimit, se kanë obligim, si që ceka edhe parë, obligim e ka çdo njeri i cili është moshërritur, pra fëmijët nuk e kanë obligim se të azhrojnë muajin e bekuar të Ramazanit, por nuk do thotë se nuk e kanë të lejuar, pra e kanë të lejuar, nëse kanë vullnetin, e shef gëzimin të ta për azhrim të muajit e bekuar të Ramazanit, nuk është e preferueshme ti largosh nga ky adhurim. Pikërisht është edhe arsyeshme ti përkrahish në këtë adhurim, se me azhrim ai fillon një aspekt ta edukoj vetveten edhe t'i japi jetës së tina një plan program të jetës, se muaji i bekuar i Ramazanit e ka plan programin e jetës, dhe në bazë saj besimtar përfitojnë shumë, jo vetëm që tham në atë pjesën e adhurimit, dhe atë shpirtërorën, por edhe në edukimin e jetës, se çdo send bëhet me plan, plani i syfyrit, plani i adhurimeve brenda ditës, plani i iftarit, plani i lutjes së përbashkët, e cila është në kas vetëm muajin e bekuar të Ramazanit, që do të flasim në tutje. Pra, përmes azhrimit, jo vetëm fëmijët, por këtë muaj edhe ne të edukohemi në këtë aspektin e jetës. Gjithashtu, çdo moshërritur, tham, i shëndosh, se nuk ka pengesa shëndetësore. Pra nëse konstaton ndonjë mjek, i cili është i besnik, i besueshim në lemin e vet, se azhrimi mund të sjellë ndonjë çrregullim në organizmin e njeriut, ndonjë pasojë në shëndetin e tij, ai nuk e ka të lejueshme të azhrojë, derisa të i kalojë atë sëmundje, ose nëse sëmundja e cila në një aspekt konstatojnë mjekët se është e pashërueshme, dhe pikërisht azhrimi nuk lejohet se të bëhet te ai person, atëherë ai person me mundësinë e vet ka të drejtë kompenzim me pagesë ushqim të atyre të cilët nuk kanë pra skomnorëve ose të varfërve, për çdo ditë nga një skomnor ose nga një të varfër, e ushqen iftar edhe sufyr, ose jep lëmosh të asaj mase sa kishte me kushtuar një iftar edhe një sufyr, për ti ndihmuar ata të cilët janë skomnor ose nuk kanë faktikisht ushqim për iftar edhe për sufyr. Gjithashtu e ka obligim të azhrojë çdo njeri i cili është prezent, nuk është në udhëtime. Edhe këtu për udhëtime është mirë që të sqarohet se nuk preferohet se një njeri shkaku se filloi muaji i Ramazanit, muaji i bekuar, po dua me udhëtua se mos të azhrojë. Pra, është e urrëtur udhëtimi i panevojshëm brenda muajit të bekuar të Ramazanit. Nëse njeriu nuk ka nevojë dhe mund t'i anuloj udhëtimet brenda muajit të bekuar të Ramazanit, preferohet se t'i anuloj, ta azhroj muajin e bekuar të Ramazanit dhe mbas muajit të bekuar t'i kryej udhëtimet ose të udhëtojë nëpër vende të cilat janë të detyrueshme ose prej dëshirës të vet ose vizita të ndryshme. Gjithashtu e ka të obligueshme të azhrojë njeriu i cili nuk ka kurrfarë pengeset, pra as në udhëtim, as në shëndet, as ndonjë
ndalesë e cila mund të jenë si shkas për pëngim të agjërimit, sikur se janë për shembull gratë në lehonën e vet, ato në ciklet e veta e kanë të ndalueshme sa janë në ditët e caktuara ose mbas lindjes deri në pastrim, e kanë të ndaluara se të agjërohen këtë muaj të bekuar ose prej ditëve të muaj të bekuar sa janë në atë periudhë kohore. Kështu përveç këtyre mund t'i cekim ata të cilët kanë për shembull muajin e bekuar të Ramazanit, ndonjë punë e cila e rëndon dhe është e domosdoshme ajo detyrë ose ajo punë prej dikujt se nuk mund t'i iki, por veprimi i asaj punë ose puna që e shtyn e detyron ta kryej në atë muaj të bekuar është dëm, nëse ai agjëron, atëherë mund ta kompenzojë një ditë për një ditë jashtë muajit të bekuar të Ramazanit, por jo me marrë menjëherë atë pa e shikuar mundësinë a mundet. Pra, e ka obligim të fillojë, nëse nuk mundet, atëherë i lejohet shkaku për ta ruajtur shëndetin, ta ndërpres agjërimin dhe atë ditë ose ndonjë ditë tjetër ta vazhdojë mbas muajit të bekuar të Ramazanit. Pra këto në përgjithësi janë atyre njerëzve që obligohet agjërimi, por edhe atyre të cilët nuk u obligohet agjërimi, ndoshta është e arsyeshme të flasim edhe për njerëzit të cilët janë në moshë të thellë, pra në pleqëri të thellë, se nuk din nga harresa ose nga pamundësia, nuk është në fuqi se t'i përballoj muajin të bekuar pra me agjërim, edhe atyre u lejohet që ato ditë mundësisht nëse ka me kompenzim, me pagesë, duke i ushqyer të varfërit, skamnorët ose ndonjë nevojnik tjetër për aq ditë sa ka lënë gjatë muajit të bekuar që nuk i ka agjëruar. Mirë, atëherë të mësojmë se çfarë lejohet dhe çfarë nuk lejohet gjatë orëve të agjërimit. Sa i përket orëve të agjërimit, domethënë ora e agjërimit fillon në mëngjesin e hershëm, agimin e parë të mëngjesit, deri në perëndim të diellit. Kjo është ora ose koha e periudha e cila duhet agjënuesi me kanë i agjëruar. Brenda kësaj periudhe ndalohen, siç e cekim edhe përpara, të gjitha ushqimet, të gjitha pijet, kontakti familjar ose bashkëshortor, çdo medikament e cila kalon përmes gojet, pra ndonjë ilaç, kemi thënë të ne, ndonjë hap se e përdorin për dhimbje ose për ndonjë arsye tjetër. Këto janë ato bazike të cilat e prishin 100% agjërimin. Kurse, siç i përmendëm edhe më herët, janë ato të cilat mund ta humbin vlerën e agjëruesit, siç janë fjalët të cilat nuk janë në rregull, fjalët e pista, përgojimet, sharjet, nema, e fjalë tjera të cilat ngacmojnë dikon, të shikuarit në vendet të cilat nuk janë të përshtatshme, të ndëgjuarit zëra të cilat nuk janë të përshtatshme, pra këto janë se nuk e prishin në esencë agjërimin, por ja humbin vlerën agjërimit. Sa i përket atyre se mund t'i përdorim ne mbrana periudhës së agjërimit, janë disa lloje të injeksioneve për njerëzit e sëmurë dhe infuzione, por kushti është ato se mos të kenë përmbajtje ushqyese. Dhe këtu dietarët islam bien dakord se çdo injeksion dhe çdo infuzion që e marrin njerëzit brenda ditët gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, duke se një agjërueshëm nuk e prishin agjërimin. Kurse duhet të iket ose të largohet
nga ato të cilat brenda tyre kanë zera ushqyese për ta forcuar imunitetin e njeriut. Këtu dietar thonë që duhet të largohen prej tyre mundësish, nëse jo i merr ato, por e agjëron një ditë për një ditë. Nuk e prish agjërimin dhënia e gjakut, kur ka dikush ndonjë nevojë ose një datë të caktuar për dhënien e analizave, pra dhënia e gjakut nuk e prish agjërimin. Nuk e prish agjërimin edhe të vjelltit, nëse nuk je ti shkaktar se e ngacmon vjelljen prej organizmit tënd, dhe ajo e cila dietarët e thonë izulinin, këta të cilët e kanë nëse i shef arsye, se kjo smundje sheqerit, se shumë prej njerëzve, besimtarëve që kanë këtë smundje, nuk mund t'i përballojnë agjërimit, por ka disa të cilat në veçanti kur është periudha e dimnit, kjo e shkurt, se dita nuk ka shumë e gjatë, mund të bëjnë atë kombinimin e përdorimit të ushqimeve ose zerave të cilat i ka të caktuara, se t'i bëjnë brenda natës e mos t'i bëjnë brenda ditës. E në këto raste mundet ai ta përdorë edhe izolinin për ta ndihmuar vetin në këtë aspekt edhe pse është agjërueshëm. Sa i rëndësishëm është ky muaj në fenë islame krahasor me muajt e tjerë? Muaji i bekuar i Ramazanit është shumë i rëndësishëm krahasim me muajt e tjerë të vitit. Pikërisht këtë ka dashur Zoti ashtu me dallua prej muajve të tjerë. Ajo e cila e ngriti këtë muaj është pikërisht fillimi i zbritjes së Kur'anit në këtë muaj. Zoti në Kur'anin famlart ka thënë: "Eudhu billahi bismillah, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran." Muaji i Ramazanit është muaji në të cilin ka zbritur Kur'ani. Atëherë, brenda këtij muajit ka dashur Zoti xhaleshanu prap me veçua natën, pikërisht se ka filluar zbritja e Kur'anit. Ajo është nata e Kadrit, ku thot Zoti prap në një kaptin tjetër, në kaptinën Kadr, ose kaptina e caktimit, ku thot: "Inna anzalnahu fi lejletil Qadr." Ne e kemi zbrit atë, pra Kur'anin, pikërisht natën e Kadrit. Pra edhe si muaj u veçua për hir të asaj se filloi zbritja e Kur'anit në të, dhe brenda këtij muajit prap diçka edhe u veçua nata se filloi zbritja e Kur'anit, dhe Zoti xhaleshanu as e vlerësoi këtë natë sa e barazoi me më tepër se 1000 muaj. Lejletul Qadri khairu min alfi shahr, thot Zoti në Kur'an. Pra nata e Kadrit është më me vlerë se 1000 muaj ose mbi 1000 muaj në adhurim. Kur të bëjmë këtë, të shndrojmë në vite edhe në muaj, i bjen afërsisht 83 vite 4 muaj i bjen adhurim, që do të thot një jetë e një njerit mesatare, ndoshta edhe mbi mesatare. Dhe është prap me lidh me zbritjet e Kur'anit, Zoti deshti se Kur'anin përmes melekut ose engjullit Xhebrail, edhe këtë e dalloi prej engjujve të tjerë ose melekëve të tjerë, dhe për atë e veçoi edhe ja besoi bartjen e Kur'anit si ndërmjetësues deri te profeti Muhammed a.s. Dhe pikërisht edhe profetit se ju besua në sipërfaqe të tokës, Kur'ani u veçua si profet i dalluar për hir të asaj se Zoti xhaleshanuhu deshti me e zgjell këtë si person për m'ia besua këtë mesazh që ta përcjelli të njerëzit, dhe kjo përcjellje zgjat edhe sot dhe do të zgjas deri ditën e Kiametit ose ditën e llogarisë. Veçantia e këtij muaji që Zoti e dalloi ishte se adhurimin këtë muaj është i veçantë në krahasim me adhurimet tjera. Çdo adhurim i detyrueshëm
besimtarët e din, çdo farz, pra adhurimi i detyrueshëm është adhurimi që detyron Zoti për të. Edhe për të do t'japish llogarinë nëse nuk i përfundon. Në muajin e bekuar shënohet 70 fishin, 70 herë, në krahasim me muaj tjerë. Qofse një lutje, një namaz të detyrueshëm e falë sot jashtë muajit të bekuar, në krahasim me atë në muajin e bekuar, ky vlen 1, ai në muajin e bekuar vlen 70 fishin, domethënë 70 herë. Pra çdo adhurim që e bën obligativ, që është e detyrueshme, të shumë fishohet me 70 fishin. Çdo obligim që e bën vullnetar do të shpërblehesh si të kishe kryer një prej atyre obligativeve. Kështu që përveç agjërimit si agjërim se Zoti xhaleshanuhu në një thanje kudsi, thonë hadith kudsi, do të thotë një thanje e Zotit që nuk është e shënuar në Kur'an, por e interpretuar nga profeti Muhammed a.s. Zoti ka thonë kështu: "Saumun li wa ana ajzi bihi", agjërimi është për mua, edhe unë do të shpërblej për ta. Pra tjera të adhurime, të gjitha janë të juajat. Aq sa do të përfitoni prej tyre, aq do të shpërblehi. Kurse për agjërim do të keni diçka të veçantë. Për hir të asaj se është i vetmi adhurim, se njeriu e zbulon sinceritetin e vet, e zbulon devotshmërinë e vet, se çdo adhurim tjetër se ta kryesh, dikush ka me të pa. I ke lutje ditore se namazet, mos tjetër, edhe në shtëpi u falsh, një kryesh atë lutje kanë me të pa familjarët, një arsh në xhami, kanë me të pa njerëzit. E kem për shembull lemoshën ose zekatin që i thonë të ne. Ti dikuj duhet mi allonat, duhet me shpërndate dikush. Mos tjetër ka me ditë ai që i ka marrë prej teje. Shkuarja në vendin e shenjtë në Mekë është rast kur shkojnë të gjithë në një kohë të caktuar, që nuk mundesh me shkuar vetëm edhe më sheft, po të shohin njerëzit. Kurse agjërimi është diçka e veçantë. Ajo mbetet mes teje dhe Zotit. Se ndoshta në syfyr mundesh me u çu me hangër në sofrën me familjarët. Por mbrana ditës mundesh me shku ti dikun në sheft me hangër ose me pi. Me shoh ujin edhe etjen, edhe nuk din kush, nuk të shef kush, se jem shef faktikisht. Të shef Zoti, por është fjala prej krijesave, prej njerëzve. Pra vjen në sofrën e iftarit, edhe me familje, edhe njerëzit mendojnë se ti ke agjërua. Kurse sinceriteti, bindja ndaj Zotit me këtë adhurim mbetet në shefësi vetëm mes teje edhe Zotit. Domethënë, Zoti xhaleshanu për atë arsye ka thonë, këtë e bëni për hir timin, se kur kush nuk mundet me va zbulua derisa ti të zbulosh me vetë dashje. A janë agjërueshim, a nuk janë agjërueshim. Kjo mbetet mes teje dhe Zotit, edhe për atë arsye Zoti ka thonë se këtë adhurim do ta shpërblej prej shumë shpërblimeve, do të mbesin surprizë se nuk i din besimtarët, edhe pse disa janë të cekura, siç është e cekur për shembull një thanie profetike ku ka thënë Muhamedi alayhis salam se 8 dyer ka xheneti ose parajsa. Një prej tyre e ka emrin Rejan dhe nuk futet asnjë tjetër përveç agjëruesit. Pra për atë derë nuk e ka të lejueshme asnjë person tjetër më fut vetëm ai që është kanë agjërueshim në këtë botë. Tjetër, një përgëzim tjetër, na thot pejgamberi alayhis salam prapë në një hadith tjetër kur thot men sam Ramadani imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kush agjëron muajin e bekuar të Ramazanit me sinqeritet, edhe bindje të plot se do të shpërblehet prej Zotit, atij Zoti do t'ja falë mëkatet. Ai do të shkojë te Zoti i pastër, por mëkatet të cilat janë në raport krijues, për raport me Zotin, por ato të cilat janë mes neve, pa drejtësitë, shpifjet, përgojimet, ndonjë vepër
të kese, ose ndo një dëmë se ja kem ba dikuj, ato Zoti s'muj me na i falë. Ato i kem obligim ne mes vetit të kërkojmë halalin njëri tjetrit. Për atë arsye besimtarët veçanti kur kanë dashur përpara me shkua në vendin e shenjtën Mekë me krye haxhillukun, ata kanë ditë atë shpërblimin prej Zotit, çka u ka premtuar Zoti, që u ka thonë çdo haxhiler që i vjen edhe i krye obligimet, ashtu si kërkohet prej tij, edhe zat kryerjes së haxhit i respekton të gjitha obligimet dhe ruhet nga të gjitha ndalesat, ai do të kthehet prej haxhit sikur atë ditë që ka lind prej barkut të nanës, i pastër, si fëmia që i lind i pastër, me përjashtim hakun e huaj. Për atë arsye ata kanë shkuar dhe kanë kërku halallak për njëri tjetrit. Veç ati blektor që i kanë pa bagëti dhe janë frigu, mos diku i kanë bën dom, ose dikush i ka rëndu me ndonjë fjalë dikuj, ose i ka bën ndonjë dom me qëllim ose pa qëllim, ata kanë shkuar dhe kanë kërku halallak për njëri tjetrit, se kanë ditë se mes vetit, nëse bëhen halal, Zoti atër let shumë me mëshirën e vet i fal, por me thonë unë, po i bëj ati kes, ati tjetëri kes, ati kes, e kam mi falë Zoti me më pastru, me agjërim, ose me haxh, ose me namaz, ose ndonjë adhurim tjetër, jo. Ata Zoti, sa tër kemë muhi në hak, ose kishte me bën pa drejtësi ndaj tyre, por Zoti ka thonë, ato që kanë mes meje dhe juve, s'ka problem, mëshira jeme është e madhe, kërkom një falje, unë u fali, por ato se e keni mes veti, kërkoni njëri tjetrit halal ose falje. Po përveç agjerimit, cilat janë praktika tjera fetare që të kësohen gjatë këtij muaji, një ndër to besoj janë edhe lutjet apo jo? Po, gjatë këtij muaji të bekuar, përveç atyre të cilat janë të obligative të përditshme, siç i kem pas kohët e namazit, pas farzët mbrana ditës, gjatë muajit të bekuar të Ramazanit shtohet edhe një namaz ose një lutje e veçantë e cila është në mbrëmje, lutja e natës, që quhet namazi i Teravis. Kjo faktikisht falet vetëm gjatë muajit të bekuar, gjatë muajit të Ramazanit. As ditë se ka muaj bekuar i Ramazanit, as net falet ai namaz. Dhe falet si praktike profetit Muhammed a.s. është kanë më falë në xhami bashkë me njerëzit, pra me xhamatin, me besimtar tjerë, se të kenë atmosferë Ramazanit një bashkim për hir të Zotit në vendet më të mira të sipërfaqes tokës, aty ku adhurohet Zoti. Dhe përmes atyre takimeve, besimtarët edhe takohen me njëri tjetrin, edhe ndihmohen me njëri tjetrin, edhe mund të shprehin nevojat për njëri tjetrin, dhe shtohet ajo dashuria për hir të Zotit, se me të vërtetën muaj të bekuar të Ramazanit është i veçanti, se ka dashur Zoti ashtu. Me fillimin e natës, se muaj të bekuar të Ramazanit ka ndryshime. Disa ndryshime ndoshta i përjetojmë, disa nuk mund t'i përjetojmë. Për atë arsye, edhe muaji bekuar i Ramazanit quhet muaji i ndryshimit. Natën e Ramazanit, kur fillon me perëndim të diellit dhe paraqitet dukja e hënës e muajit të Ramazanit, ka premtuar Malli Zot se unë i mbylli dyert e xhehenemit ose të ferrit, i hapi dyert e xhenetit, edhe i prangosi djajt ose shejtanët. Kjo është një ndryshim, se nuk mund ta gjejmë jashtë këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Dhe këtë ndryshim shpeshherë neve nuk e përjetojmë, po shpesh ndoshta pak me vëmendje më të thellë, me një meditim të sinqert, ndoshta mund të shijojmë dhe të ndjejmë këtë ndryshim që Zoti ka premtuar dhe e bën Zoti. Sa ai për Zotin mjafton mi thonë se një të bën, jo e bëhet. Një ka folë Zoti dhe ka premtuar Zoti, ajo është e sigurt, vetëm duhet tek ne ta përjetojmë me këtë ndryshim që e bën Zoti. Natën e bekuar, se zgjat deri natën e Fitr Bajramit, pra natën e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit,
i shijojmë ato ndryshimet brenda vetë njerit, ose brenda vetë vetes. Cilat janë ato ndryshime? Ato ndryshime se njeriu bëhet më i devotshëm këtë muaj të bekuar. Pikërisht me fillimin e muajit të bekuar, besimtari e njeh në shpirtin e vet, edhe në zemrën e vet një lehtësim. Dhe çdo adhurim për ta është i lehtë. Dhe jo vetëm aq, por mundohej se të shtojmë brenda këtij muaji të bekuar të Ramazanit, mundohej se të shtojë sa më tepër adhurime. Kur është fjalë në raport me njerëzit, është shumë i kujdesshëm. Edhe në ndihmën të tyre, edhe në fjalor, në komunikim me ta, edhe në përkrahjet e ndonjë solidaritetit shoqëror, edhe në bujari, qoftë ajo në shpërndarje të ndihmave për nevojnikët, ose ftesë në sofrat e iftarit ose të sufurit, se ndjen kënaqësi kur ai besimtar, krahas se po bën adhurimin ndaj Zotit, është në gjendje se të ndihmojnë edhe të tjerët ose të gjendet pranë atyne nevojtarëve që kanë nevojën e diçkajet ose kanë nevojën për dikën. Kështu që këto ndryshime fillojnë drejt për drejti me fillimin e natës së bekuar të Ramazanit, ato ndryshime hyjnore që Zoti i bën në të mirën e besimtarëve, se kur mbyllen dyert e xhehenemit, ferrit, e të hapën dyert e xhenetit, i vetëm punë kërkohet prej teje të punosh. Punat të cilet të çojnë deri te xheneti janë shumë më të lehta se nuk ke pengesë prej Djajve të Mallkuar, se Zoti vërsi ka prangos. Dhe e jotja është vetëm vullneti yt, ajo energji e besimit dhe mbështetja te Zoti, puna sistematike dhe veprimet të cilat me të vërtet pa pengesa të mëdha të çojnë drejt shpërblimit të cilat Zoti xhaleshanuhu ka premtuar për ajnosit. Dhe është një shans për të gjithë besimtarët se ta shfrytëzojnë këtë ofertë. Pse ne nuk e dim a do të arrisim Ramazanin tjetër. Sa prej besimtarëve kem pas se Ramazanet e kaluam ishin me neve, por këtë Ramazan nuk janë. Ndoshta ne këtë do t'jem, po a do t'jem në të ardhmen, nuk e dim. Por ajo që kërkohet prej besimtarëve, kisha me fol një shembull simbolik. Thuhet në një sqarim se kishin bërë shoqërim, pasuria, dituria edhe nderi. Dhe një kohë shumë të gjatë ishin shoqëru mes vetit. Erdhi ideja, do të shpërndahemi. Kem ne mjaft bashkë, po do të shpërndahemi. Pasuria tha, mas sodit mund të me zeni mu të pasanikt, të bankat, të vendet ku ka pasuri. Aty më zeni. Dituria tha, edhe mu mas sodit mund të më zeni të njerëzit e ditur, të shkollat, të universitetet, të fakultetet, e kështu me radhë. Ndershmëria, tha kështu, nëse iki sot për juve, mua kur nuk mund të më zeni ma. Çka do të thotë kjo? Njeriu, në veçanti një shoqëri, kur ka nder, ka sinceritet, ka përkushtim fetar, atdhetar, është mirë edhe për shoqëri, edhe për ata personat e cilët janë iniciatorët apo modelet e nderit, apo ndershmërisë. Kur largohet nderi prej një shoqërie, por edhe prej një individit, faktikisht është zor ma të kthehet ai ma në atë shoqëri ose në atë nder. Diturin muj mezet, sot je i ditur, nesër plakesh i harron, ose sot je fëmijë, nuk je i ditur, nesër mëson, ma është i ditur.
sot jem fukara, nese bëhen pasanik, mas nesër mundem me hum prap me ra, me mbeti varfër, por mos të lejmë na iki ndershmëria, se ajo është bazike për të ruajtjen e familjeve, edhe për ruajtjen e shoqërisë, e mos flasin për ruajtjen e individit. Kështu se besimtarët, edhe të tjerët, kudo se na ndëgjojnë, të kem kujdes ta ruajmë atë faktikisht se ne kanë trashëguar të parë tanë. Se me të vërtet ne të parë tanë na kanë edukuar të jemë të ndershëm, na kanë rrit me ndershmëri dhe na kanë edukuar me ndershmëri. E këtë na kanë lënë amanet e ne jemi përgjegjës që ta trashëgojmë prej tyre, por edhe ta përcjellim në gjeneratat e ardhshme. Po ky muaj sa ndikon në atë forcimin e lidhjes së familjes apo komunitetit? Është me të vërtet muaj i cili ndikon shumë edhe forcimin e familjeve, por edhe ma gjerë. Pse është? Unë e kom dëgjuar prej të vjetërve, ku thoshin aty në atë shtëpi se nuk hahet bukë, nuk ka dashni, as nuk ka berisjet. Po faktikisht, kur me analizu këtë fjalë, është ashtu. Buka i afron njerëzit. E muaj bekuar është muaj i iftareve, edhe i syfyreve, po në veçanti i iftareve. Edhe gjatë ton vitit, mos ke pas kur ka në sofër, detyrimisht, shpirti, zemra jote, donë se në sofrën tonë në iftar, bile disa iftare të kesh në truezën tonë e musafir. Se do të thonë, Zotit lasht beriset. Dhe këto ftesat e ndër sjellta në kohë të iftareve në veçanti, shtojnë dashurinë mesin e besimtarëve dhe afrojnë, edhe në mesin e komunitetit në përgjithësi, por në veçanti për ata agjënuesit të cilët agjërojnë. Dhe ajo e cila të motivon për me pas dikon në sofër, në kohën e iftarit, është ku thot pejgamberi a.s. në qoftë se bëhesh shkaktar për ta ushqyer një agjërues, e ke agjërimin e tij në shpërblim, po ai mungu atina faret. Vetëm për hir të asaj se ke punu në sofrën tonë, në truezën tonë. Dhe kjo pra të motivon, deshte të motivon se të kesh dikon në sofrën tonë. Do të tregoj një shembull në kohën e Aliut radiallahu anhu. Aliu ishte një sahabi, basandel bahet edhe prisi besimtarve, mas vdekjes së Othmanit, pra mbas vdekjes profetit, kanë qenë 4 prisat të drejtë të besimtarve, Ebu Bekri, Omeri, Othmani edhe Aliu. Aliu ishte dhëndri i profetit Muhammed, e kishte vajzën e profetit Muhammed a.s. Fatimen. Ishte Ramazan. E kjo është shumë interesante për përfituar të gjithë ne prej shembujve të tyre. Ramazan edhe në shtëpinë e tyre shpesh herë nuk ka pasur ndoshta ushqimet mjaftueshme se ta shuajnë ujin e ditës. Por me pak ushqim kanë agjëruar, por s'kan pamundësi ma tepër vetëm aq sa u kallon rasti. Dhe një ditë prej ditëve në kohë të iftarit, Fatimja, gruaja e Aliut, bia e profetit Muhammed a.s. i përgatit 3 kuleç, si samunat, për iftar. Dhe besimtarët e dinë, koha më e përshtatshme për lutje, ndërkohët të cilat janë të vlefshme të pranohet lutja të Zotit, është edhe lutja e agjëruesit në kohë të iftarit, para se mu bë iftari. Dhe këta duke bën lutjen, ajo i ka përgatit ata kuleç për iftar, dhe po presin iftarin, të e bën lutje, trokit dera, del Aliu radiallahu anhu, edhe i thot byrëm, thot jam një fukara, një i varfër, po afrohet koha iftarit, nuk kam kur një sen për me qil iftar. Për hirë të Zotit, a ke diçka me mlan. Edhe Aliu radiallahu anhu
Nuk i thot po. Po çka bën? Thot, oj Fatime, e thirr bashkëshortën e vet. Këto është një mësim për këta të martuamit, se të kenë një bashkëpunim bashkëshortor, një respekt të ndërsjellët, se të kenë komunikim për të gjitha çështjet e jetës. Ashtu shkon jeta bashkëshortore në rregull. Sa fillohet ndarja, gjithkush anën e vet, pa respekt edhe pa komunikim mes vetit, atër vinë rona zot deri te ajo që në fund është e lejoshim, por është e urrëtur deri te dasia edhe prishja e familjes. Shpeshherë mesin fëmijët jetima me babë, non, gjallë. Pra i thot Aliu Fatimes, o Fatime, e kena një musafir, po kërkon diçka për iftar. A kem diçka t'i japim? Po, i thot, e kena, jepja një kulaç, se na mbesin edhe dy. Edhe Aliu shkon e merr kulaçin edhe ja jep. Sa e mbyll derën, kthehet për me u bën lutje, se prap dera. Delte dera, hap derën, kur shikon një fëmijë jetim. I thot, o Ali, kam ardhur në derën tënde, kam ozhnu sot. Po jetimja, pashallahu, s'kam kur një sen për me qili iftar, apo m'jep diçka qili iftar. Prap ky me Fatimen, me bashkëshortë, oj Fatime, na ka ardhur jetimi, po lypnim për iftar, a kem diçka? Kem, jepja një kulaç se na metet edhe një për iftar. Edhe ja jep, edhe jetimit, sa mbyll derën, mu kthyn lutje, prap po trokit dera, çohet Aliu, hap derën, se një njeri pa njoftun. Thot, urdhro, thot, vallahi, thot, jam ndoshta për të i pa njohur, vetëm sa ulshova nga robëria. I Zoti e më lshoi, e më la të lirë, erdh koha e iftarit, nuk kam kur një sen për iftar, a ke diçka të më ndihmosh, të më japish. Prap u komunikon Aliu radiallahu anhu me Fatimen, oj Fatime, një rob që pas ka liru ai Zoti vet, po lyp nim, pas ka një nua, s'ka çka më lon për me hagër, a kem diçka? Jepja kulaçin se na mbet ujë zemzemit mjaft. Edhe ja jep Aliu radiallahu anhu, Allah atina kulaçin e tretë edhe të funit. Pra, bie profetit Muhammed a.s. me bashkëshortin e vet, për iftar ditën e agjërimit, po kanë vetëm ujë të zemzemit me shua, ujën edhe etjen vetëm me ujë. Por kjo ishte ajo, shkollat të cilën na lan neve, modelin e mësimin, se si duhen të jem ne bujar në veçanti me ata të cilët kanë nevojë, por dashuria shtohet me i thirrë ata që nuk kanë nevojë, se në sofrat tona të jenë musafir, por më e mira kishte me kanë nëse në sofrën tonë, në kohët e iftareve ose sufureve të jetë ndonjë varfër ose ndonjë jetim, se me të vërtet nuk kanë, e t'i gëzojmë, por të përfitojmë edhe prej tyre, edhe kuptojmë atër sa të mira na ka dhënë Zoti, edhe ta falenderojmë për atë se ne posedojmë, e ndoshta dikush nuk e ka. Po për personat që agjërojnë për herë të parë, çfarë duhet patur ata parasysh? Ata të cilët e kanë për herë të parë, ndoshta është e arsyeshme se besimtarët kur duan me vendos për me agjërua, t'i mësojnë disa rregulla të cilat janë për agjënuesin. Pra, për ta fituar atë shpërblimin e mjaftueshëm të Zoti, duhet ai që vendos të agjërojë si thamë në fillim me plot bot kuptimin e agjërimit, jo vetëm të jetë me ujë edhe me etje, kurse tjerat të vazhdoj në praksën e vetë jetës që mund t'ja humbin vlerën, por edhe ajo e cila preferohet ka ana fizike. Një besimtar që don për herë të parë me agjërua, por nuk do thot vetëm ata, por edhe neve nëse gjatë 11 muajve për shembull nuk kem agjënu asnjë ditë, edhe ditën e parë të muajit të bekuar ngritemi, në veçanti në ditët të cilat janë të gjata dhe të nxehta, se ka pengesa ndoshta në fillim derisa don trupi ta mësoj këtë tempo të jetës edhe për ushqim, edhe për mos ushqim, është e nevojshme
para muajit të bekuar të Ramazanit, disa ditë të agjërohet. Për shembull, e kem muajin e Rexhep, i cili është muaji i 7, e kem muajin Shaban, i cili është muaji i 8, atër vjen muaji Ramazan, se janë muaj të cilët i napin njeriut një ndihmë për të përgatitur për muajin e bekuar të Ramazanit, sepse mund të agjërosh të haneve dhe tajteve, cila është edhe sunnet, se vepronte pejgamberi alayhis salam, se të haneve ka agjërua, se ka thënë kam lind ditën e hane, dhe ditën e hane ka fillua shpallja, po ka dash Zoti ashtu dhe ditën e hane ka vdek, ka ndru jetë. Kur është pyetur pse agjëron ditën e Ajete, ka thënë se ditën e Ajete prezantohen veprat e mia te Zoti, edhe kam ato javoret, edhe kam dëshirë se atë ditë të jem agjërueshim kur prezantohen veprat e mia te Zoti. Kështu që besimtarët, në veçantë ata që kanë për të parën herë për agjërim muajin e bekuar të Ramazanit, është e preferueshme se para Ramazanit të agjërohet doj ditë, se ti mundesh një ditë agjëron, atër pushon 2-3 ditë dhe shef ti gjendjen. Do më thënë, gradualisht mundosh të përgatitish organizmin tonë se ti përballoj kur të filloj agjërimi i muajit të bekuar të Ramazanit, se duhet të plotëson 29 ose 30 ditë të plota, se nuk ka ndërprerje mes tyre, do më thënë, nëse nuk e ke bërë një para përgatitje, sigurisht se në fillim organizmi nuk do të ketë bashkë lehtë ti përballoj, por atë mësohet. Për me pas më lehtë është detyrueshim për të mirën e vet, edhe pse nuk është obligative, se të bësh një përgatitje në këta 2 muaj që i përmenda që janë në prakte muajit e Ramazanit. Atëherë Imam Muhamedi, ju falenderoj shumë për kohën dhe për mesazhet e vlefshme. Ne urojmë agjërim sa më të lehtë dhe një muaj të Ramazanit sa më të bekat për ju dhe besimtarët. Faleminderit edhe juve për ardhin edhe interesimin, jo vetëm për këtë rast, po për çdo herë. Dhe shfrytëzoj rastin se tu përuroj Allahun të gjithë besimtarëve që agjërojnë këtë muaj të bekuar, një agjërim të lehtë dhe adhurim të pranuar nga i malli Zot, dhe i përshëndesim nga zemra. Asalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Shikues të nderuar, faleminderit edhe ju për vëmendjen. Mirupafshim në emisione tjera.